Të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria, mirëmbrëma. Me qenë se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, le të flasim sot edhe nga një këndvështrim tjetër. Ramazani njihet si muaj i sakrificës, por le të shohim dobitë psikologjike të agjerimit. Çfarë na sjell ky muaj? Çfarë na sjell agjerimi? A mund ta kontrollojmë vetveten? A jena më empatik? A ulet ankthi? A ulet stresi? Çfarë ndodh me neve gjatë agjerimit dhe gjatë muajit të shenjtë? Për të diskutuar nga këndvështrimi profesional me neve sot është Adlije Morina Krasniqi, psikologe klinike, dhe Ganimete Ademi, sociologe. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm. Faleminderit për ftesën. Adlije, a na tregon si ndikon agjerimi për ankthin edhe për stresin? A ndikon në uljen e tyne apo si qëndron agjeruesi gjatë Ramazani me këto dy çështje? Fillimisht ja uroj muajin e shenjtë Ramazan, sepse është hera e parë që takohem këtë muaj me juve. Shpresoj që jeni të bëj ibadete, të shiju, të kënaqur të dhe të arrit pjesën e kënaqësive të juve, sepse Ramazani si muaj, për nisëm edhe me këtë edhe hyrjen e kësaj teme, është muaj i cili ndihmon njeriu për marrë të riparimi. Më me thonë është detoks emocional. Pra na shkarkon për çdo gjendje të cilat kemi përjetuar gjatë këtij vitit. Sa i përket pyetjes direkte, Ramazani, kryesisht në vepra kryesore e saj është agjerimi, ndihmon sistemin nervor përveç pjesës kryesore që është edhe pjesa e ndihmës trupore. Kur flasim për stresin e për ankthin, zotën jena të folë për përditshmërinë e njerëzve, sepse që atë shumë është e shfaqur në ankthi dhe stresi, sa në çdo ditë në jetën time të përditshme, po dhe në përvojat klinike takoj njerëz që janë të përballuar me ta. Ankthi është një frikë e papërballueshme që e bën sistemin nervor me kalu në një gjendje tjetër. Pra, përballohet me një frikë absurde që nuk ekziston, mirë po është aq e besueshme sa njeriu hyn dhe në atë botë, në atë cikël të mendimeve. Agjerimi dhe dobia e tij gjatë jetës së njeriu që vuan me ankth ose me stres. Padyshim që ka dobi dhe ndihmon. Arsyeja është që në momentin kur njeriu fillon me jetën e tij për të agjeruar, automatikisht del prej gjendjes të ankthit në realitet. Pra e nxjerr sistemin nervor pe një frikë absurde në një jetë reale, pra në një qëllim, në një mision. Automatikisht misioni real që është agjerimi ka me vete çka? Gjendje produktive, e nxit njeriu me dal në jetën e tina, me fal namaz, me lexu më shumë, me shku në iftarni, me taku njerëz të rinj, me shku me përgjigj ftesave, automatikisht pra kalon sistemin nervor në jetën reale dhe derisa ashtu marr me produktivitetin real, automatikisht zbret ankthi dhe gjendja e frikës. Pra, automatikisht të kuptojmë vetë mënyrën e misionit të agjerimit që është ndikues në uljen e ankthit. Nëse nisëm prej përvoja praktike, është vërtetuar në kjo, jo vetëm mund si profesionalist e shëndetit mendor, po gjithë kolegët e mi e kuptojnë që njerëzit në Ramazan më pak kërkojnë ndihmë profesionale, për shkak që janë të përballuar në jetë reale më shumë. A ka ndonjë përmbledhje kështu se në fakt na gjithë dim që dobitë e agjerimit janë të shumta, sepse nuk ka mundësi Zoti me obliguni farz e mos me pas shumë mirësi brenda këtij obligimi, po shpesh herë dim me i listu profesionistat e fushave të ndryshme, për shembull ata të shëndetit fizik, prej luftimit të kancerit, të forcimit të imunitetit e tjera, domethënë i përmendin, i listojnë disa dobi që janë direkte prej agjerimit. Unë si sociologe për shembull gjithmonë përmendi solidaritetin social që arrihet gjatë muajit Ramazan, domethënë që është një diçka e mahnitshme, domethënë mënyra se si na e ndihmojmë, mbështesim njëri tjetrin e deri edhe të toleranca që është në mes të njerëzve. Po në aspektin psikologjik, a ka domethënë listime edhe të përfitimeve tjera përveç ankthit e stresit që janë të listuar prej ekspertëve që përputhen pikërisht me ndikimet e Ramazanit? Po mendoj të agjerimit. Padyshim se ka shumë dobi në pjesë psikologjike. Nëse kështu në fushën psikologjike, agjerimi muj me thonë është terapia kryesore që ndihmon qëndrueshmërinë e sistemit nervor me kanë më në realitet. Pra jo vetëm e ndihmon, po e përforcon, e kalit, e gdhend, e bën të aftë për mju përballu një përditshmërie. Atë që e tha Gania që është padyshim që Zoti nuk bën një farz në qoftë se s'kishin dobinë e vetë krijimit njerëzit. Dhe nëse këshirojmë cilat janë dobit, janë atë shumëta që po mundohem disa mi përkufizu me cilat mujna me pas më shumë kontakt në përditshmërinë tonë. Njëra ndër dobit kryesore të agjerimit është që njeriu t'ia ndihmon ose e fokuson në vetë kontroll. Ne dim që në përditshmërinë tonë njerëzit qofshin me diagnoza ose pa diagnoza
priren me pos impulsiv, me pos pjesë të reagimeve të menjeshme, sidomos tek nacit, po edhe të nervoza. Për shembull, përditshmëria jashtë Ramazanit, ne shumë njerëz janë më agresiv, më nervoz, më shpejt e humbin kontrollin ndaj emocioneve tyve. Pra, dobia kryesore e agjerimit është që njeriu në ndihmon pikërisht me shtu inteligjencën emocionale, me ardhë deri një vetë kontroll më mirë. Qysh, nëpërmjet asoj që na dina që nëse bazohem, nëse njeriu e kupton me esencën e agjerimit, edhe është të apliku jo për më arrit dobësim, jo për më arrit më tregu njerëzve që janë agjerueshëm, po pikërisht kthehet në bazë, që Zoti thotë agjerimi është për më bë më devotshëm. Çfarë kuptojmë me devotshmëri? Për më ardhë vetë kontrolla, për më ardhë më shumë aftësitë tona në menaxhimin e emocioneve dhe ndjesive tona. Tani, nëse një njeri gjatë Ramazanit ndal gojen, sepse na nuk agjerojmë vetëm për mas hangër dhe mos pi, po ndalim gojen nga fjalë të këqija, gjymtyrë për veprimeve të këqija, sjelljet e tona të kontrolluara. Atë çka na ndihmon kjo? Pikërisht po na ndihmon me marrë një version së më i mirë vetvetes, pra na jep vet autokontroll. Pos kësajna, agjerimi është meditim. Ne kuptojmë që në gjatë Ramazanit e dimë që është muaj i madhreshëm, e kuptojmë që Ramazani ndohet në 3 pjesë, e kuptojmë që lidhen shejtanatet në zinxhir. Këto informata, sistemi nervor të një njeriu që është duke agjeru, e ndihmon me kuptu me artë e meditimi. Çka ndihmon meditimi? Me rregullu autokritikën ndaj vetvetes. Dhe çka bën autokritika? Pra nuk jena kritikues tash për ndaj vetes, po thëna ka dalë se ja agjerueshëm. Zoti më dënë se jam të bënë një vepër të mirë, jam të sakrifikuar kom braktisë të sjellje për më artë një model më i bukur i vetes. Çka ndihmon kjo autokritika? E ndihmon njeriu për me rregullu pjesën limbike, me kalu në automatik mendimi i bardhë për vetveten. Dhe ku e çon si përfundim? Në pendim. Dhe çka ndihmon pendimi pastaj? Padyshim që pendimi ndihmon njeriu për me artë një version më i bukur i vetes. Me artë një farnyre një pjesë e dandodimit vetvetes në versionin më të bukur se që ishte. Pra, kjo nuk ndihmon vetëm njeriu i cili është në moshën e rritur. Ndihmon edhe të vjetrin, ndihmon edhe të riun, ndihmon edhe atë fëmijën në fillim që do me provu. Pra Ramazani nuk është provim, Ramazani është dëshmi se kush je. Zoti na ka pru Ramazanin me na vërtetu neve se na kena nevojë vetes tonë me dëshmu kush jena dhe kush janë forcat tona të brendshme. Pra Ramazani nuk është provë, po është dëshmi që ne jena të fuqishëm. Pastaj dobi tjera është që ndihmon njeriu në pjesën kryesore të mirëqenies me veten, me kon më i kujdesshëm. Pastaj ka dobi tjetër me marrëdhëniet familjare, pastaj është dashuria, pastaj është reciprociteti, sepse njeriu kur tulet në iftarin e tij dhe në syfyrin e tij me familjen, ka me reflektu nevojat e njëri tjetrit më pa, ka me reflektu nëse e pyet që po të Ramazani sot, ka me kuptu që është dhimbja, pastaj jep një empati kur neve gjatë Ramazanit është vërtet që sidomos fillimi kur dolëm pi zonës konform, gjithmonë e kena të vështirë. Nëse na mëson për dëshmëri çdo gjë mëngjes me pi kafën, na duket më kollaj. Pse? Se ky veprim ka lënë sistemin nervor limbik. Kur ka lënë limbik, bëhet sikur më mshon radio play trurit. I vjen kaq kollaj. Ndërsa në momentin kur e thëna këtë zonën të rahatis, kalojna në një nivel tjetër, truri të do pjesa frontale me punu, jo më limbiku. Edhe vjen pak më vështirë. Edhe na kur fillojnë në ditën e parë të Ramazanit ose ditën e tretën, kena disa vështirësi, dëgjojmë zorët tona ka kriju atë procesin, ka fillon me protestu, ka fillon toksinat më liru pi organizmit. Kja nuk është dëshmi që na jena lodh, është dëshmi që po funksionon ai qëllimi jonë që jena të dashur me realizu. Madje çan ndikon te orja, na veç pe përfundojmë nesër jena në mesin e Ramazanit, drejt fundit po shkojmë. Çka ndikon sistemi nervor kur ti e përfundon një muaj, 29 ose 30 ditë Ramazan? Ndikon direkt të vetë aftësia dhe vetëbesimi. E ngrit vetëbesimin kur unë muj me agjeru një muj, unë muj me anis këti projekti, unë muj me fillu këtë punë, unë jam me zoja me fillu këtë studim, unë jam me zoja me konë nonë ma e mirë, ma perfekte me fëmin tim, unë muj me bo këtë ndryshim. Propse ndikon direkt në aftësin që ta jep mundësi sistemi jëtë nervor me ta dëshmu që po e përdore drejt kemi orë të një rezultat me i bukur. Mandej sistem tjetër i dobis të agjerimit është edhe pjesa e njeriut ku përballet me veten e tij, me namazin e natës. Është vërtetuar në psikologji që njerëzit të cilët rrin natën janë më afër me veten edhe me gajrit e veta më marë, sepse na e dina që ditën kena kontaktet ndryshme, obligimet ndryshme, gjithçka jashtë jetës, jashtë vetes tonë. Nëse kur jemi natën, shoqërohemi vetëm me atë idenë që është Zoti me neve dhe nëse janë angjëjt me neve. Pra është mundësia me hym rranta në kontaktin lidhjen tonë emocionale me pas më lehtë, pra reflektimi. Mandej e mirë Ramazanit si dobi tjetër, ka shumë, jam të mundu mi klasifiku disa, është e mira asaj që e bën njeriu më empatik.
Kur tha me empatik, mja besu edhe dhimbjen, edhe suksesin, edhe gëzimin, edhe knatësin tjetrit. Në Ramazan knaqemi kur dëgjojmë diçka mirë për tjerët. Me nëzispresëm i po njerëzit ka boj mirë, dhe të agjeru shumë je, që është knaqet shpirti ka ashe tjetrin të vepru. Pra rritet empatia. Po njëkohësisht është edhe ndjenja e dhimbjes, sepse gjatë njeriu kur të është për vete agjeru shumë dhe ka vështirësinë në agjerimin e tij, e kupton se rënd është me gojë varfër. E kupton çfarë përditshmëri kalojnë njerëzit të cilët nuk kanë me çka me ushqy trupin e tyre. Pra na solidarizon me të gjithë njerëzit, po kryesisht qëllimi i bazë i agjerimit është vetja. Pra rikthimi te vetja edhe rimodelimi i sjelljeve të cilat të kanë dëmtuar. Mandje edhe ndjesia e pendimit që e përmenda pak më herët, pendimi njeriu e bën njerëz zakonisht të aftë për mas me pa vetën e gabime si ndeshkues, po si mëshirues. Sepse psikologjia pikërisht e thret këto. Na gjatë kohës kur dhojmë psikoterapi me pacientë dhe vinë më shumë vujnë për imagjinatës tyve që i kanë perceptuar ngjarjet e jetës, se sa nga vetë realiteti i ngjarjes që i kanë përjetuar. Edhe janë çaq ndeshkues, unë s'muj mja fal vetes që shkum gabu. Edhe na e mësojna sikur këta që na mëson Ramazani, pra e mësojna që ti mundesh me pa gabimin, po ti s'dush me kon ndeshkues ndaj gabimit tan, se e ka mësuar jeta me kon ndeshkues. Ndërsa Ramazani na mëson me kon mëshirues. Faleminderit. Që thash për shumë magjike. Ka në po du me të pyte dhe ka... Me sa knaqësi kështë e dëgju, sa do që një pjesë dërmuse të atyne që i tha dhe Adlia jemi mësu me i dëgju edhe natyrisht që e dim që është me përplot dobi, me gjithatë kur të bëhat një refresh, njeri o e ndjen një knaqësi të jashtëzakonshme edhe falenderoj në Zotin që e ka bërë syçel në këtë kohë të dihotomisë shoqërore ku njerëzit janë të turbullt edhe nuk e din që ke një humor, një det një sarkazm, një fazë tjetër se kom ditë çka po du, në fazën tjetër e kom ditë çka s'po du, tash s'e di as çka po duas, çka s'po duas, domethënë më kanë bërë mik skrejt, kështu që kur njeriu i dëgjon këtu atëherë ndihet mirë dhe thotë Zotë elhamdulillah, me çka e kom merituar me qenë syçele dhe me përvetësuese me mishru fenë e jo veç me pas agjërimin si trip, po me përjetu tamam si një relaks shpirtëror. Po, a mendoni që përveç njerëzve që agjerojnë, edhe njerëzit pjesa tjetër e njerëzve që nuk agjerojnë, edhe ata solidarizohen me neve? Ndoshta nuk e kanë kuptuar këtë konceptin tamam jo të fesë, po as të agjerimit, edhe ata ndryshojnë qasjen ndaj neve, nëse hajnë ruhen mos me pa ata që agjerojnë, edhe ata ndoshta kanë vret këtë ndryshim sa e rëndësishëm është, edhe pse se kanë kuptuar ndoshta nuk e kanë përjetuar kënaqësinë e agjerimit, kanë kontroll mbi sjelljet e tyre ndaj nesh që agjerojmë. Po përmendja Adlia nuk lidhen vetë shejtanat e tonë, lidhen edhe shejtanat e atyne. Kështu që po besoj që në vijat trasha është ai ndikimi. Nëse flasëm në generale muaj Ramazan, na nuk e përket vetë pjesën e Ramazan, në pjesën e agjerimit, po ka edhe shumë mirësi tjera. Muaj Ramazan është muaj leximit, muaj Ramazan është muaj familjaritetit, muaj Ramazan është muaj sakrificës, muaj Ramazan ka edhe 100 pjesë tjera përveç muajit me agjerim ose veprimit të agjerimit. Andaj këta njerëz për cilët i flet, unë më ka antar familjes tonë, bab, nan, dhe nuk mund me agjeru ose thjesht nuk e din rëndësinë dhe nuk agjerojnë për shkak se s'e din rëndësinë, kanë një bindje. Çka i ndihmon muaj Ramazan atyre? Jo agjerimi, po muaj Ramazan, e ke qartë? Atëherë muaj Ramazan i ndihmon me krejt pjesë tjera që na ndihmon edhe neve agjeruesve. Mirë po agjerimi ndihmon sistemin nervor direkt. Ndërsa muaj Ramazan ndihmon përgjithësi, nëse flasëm si tërësi. Çka ndihmon ata? Ndihmon fillimisht me na pa. Me pa agjerust. Para krejve, me pa sakrificën e njeriu të para syve të tij, ç'ka gjendje me pa. Me ta ditë për shembull, për marrë shembull personal. Nëse nëna jam s'është agjerueshëm, edhe pse e përshëndesja uroj agjerimin, është agjerueshëm, po nëse është agjerueshëm, nëse më shem si fëmijë të saj, çysh e kaloj një ditë që kur zi më nol si një makinë, edhe njëkohësisht agjeroj, kam më pa se vau sa e fort ka, çysh s'pumu, s'penin lodhjen. Kam me çudit. E ke idenë? Pra agjerust atë tjetrin që nuk agjeron, më por ja dhon një mundësi reflektimi për me marrë një lloj çudie. E dyta, ja rrit shpresën. Kur ky po mundet, edhe unë kam e mujt. Kam e provu. A shkojmë në një blok marketing, masë kthehemi përsëri?
Atëherë, si që shumë duke diskutuar, a na tregon, a përfitojnë edhe të tjerët që nuk agjerojnë? Pa dyshim që përfitojnë. Tash nëse e flasëm si tërësi Ramazanin, Ramazani përveç pjesës të agjerimit ka dhe shumë pjesë tjera. Për shembull është muaj i leximit, muaj i familjaritetit, muaj i sakrificës, muaj i sadakas, muaj i reflektimit e shumë çka më rëndësinë e tina. Po flasim për kategorinë që nuk agjerojnë për çfarë do arsye. Nëse nuk janë agjerus të cilët i ka liru Zoti pi kategorisë se kanë smundje, është diçka tjetër, edhe ata kanë përfitime speciale, sepse ata e marrin shpërblimin e agjerimit kur e kompenzojnë me para. Mirë po flasëm, për shembull nona em për pikë çefit s'po do me agjeru, si atë në rëndësi ndoshta. Çka ka me ndihmu Ramazani? Mas pari prezenca e agjerusëve. Fëmijët e vet nëse janë të agjeru, kanë me kanë shëmbëltyr për mi arrit motivacionin, për mi arrit shpresën. Një farë mënyrë me stimulu trurin e saj që qysh bëj fëmia jam, për shembull kam nona që më thotë, po rrin djali jam, më ka ndodhur në klinikë tem me pas raste të tilla, po tham një të vërtet, djali jam në shtunet me një shok që këtë familja ju falen. Edhe nas praktikojnë na fen. Fëmia jam është në klasë 6, 19 vjet i ka pa xherën, e merr me stres. Thamë nan, lete ta provon se kjo hiç mos t'i boft kur gjë mirë, veç që puniet i fortë është mjaftueshme psikologjia ti që po përgatitet. Se ka obligim, se është 11 vjet, me dyshim. Shpërblimi ty ka me të ardha, ti kime fitu me gjithë bashk. Mirë po e merr me panik, kur i flas ngit këtë ndryshim, kurse pas na pa kështu. Në sy e lexoj qetësinë e sistemit nervor të saj. Pse pengon më fëmijë? Përkundra se kur janë, ka me ta bosh syfyrin one. Pse? Se i ka ndihmu një fjalë më ndryshu një bindje. Pra, te ju agjerus ndihmon Ramazani më ndryshu bindjet. Çfarë më e rëndë, në psikologji më shumë t'i vujna detja ndryshon na pacientit bindjen e gabune. Ramazani sa shpejt ndihmon. Prej bindjeve të gabume po psojnë akrejt si është një? Ashtu është. Pra, tjetra është pjesa e shpërblimit sepse njihen keq pineve dhe keqardhja është emocion psikologji. Edhe zhvillohet empatia te ta, edhe nëpërmjet asoj ja ke po qysh këta që nuk agjerojnë, ku fal s'po më universitet, mu vazhdimisht ku të shkoj çik sa ndëm do. Dhe mu hash lirë se vallaj bilaj, pse na s'e shoh bili. Pse? Është një qëllim shumë më i madh se sa banonja jote ose shqimi jot. Mirë po çka? Është që ndjenja keqardhe se ma von nëse përpunojnë ma shumë njerëzit e tillë, kam më kthy në aftësitë ta me riparu gabimin e marrë vetëm me shiu. Keni po shpesh populli na gjykon, sa mirë ti që po falesh, edhe po bre për për më mirë, po për vetë ja kemi unë herë. Pse? Se kam mendu, në një mënyrë një trik i vogël, ti mundesh me stimulu mi thomore çka ka mund që sa xheraj. Pra, kjo pjesë, mandina është pjesa e zonës konform. Nëse ata për shumë arsye pa lidhje, që i përmend Zoti në Kur'an, pasus të verbër, pa reflektu për vete, janë me që ashtu që s'ja ka nisur me agjeru dhe i duhet vish dikush mi thonë nëse ja për provoj një ditë. Atëherë Ramazani ka me kon mundësi që ka me kalu njerëz në jetën e tyve të ndryshëm, gjatë kohës kur thrasin iftarë, musafir të ndryshëm, me pas mundësi që ka të flasin agjerust për kënaqësitë që i përjetojnë gjatë agjerimit. Këta ju agjerust me marr tërkohën motiv për marrë të një ndryshim për veten. Nëse janë nisë në agjerimit, kanë janë nisë një veprës të mirë. Kadal, na nuk jena në islam që duhet sot në këtë vit krejta ibadetet mi përmbyll për një herë. Nëse këshirëm pjesën vetare dhe pse nuk jam kompetente on, nëse këshirëm zbritjen e Kuranit madhreshëm, Zoti madhreshëm për 21 vite rresht e 4 muaj ka zbrit Kuranin. Çka i vjen kjo psikologji? Njeriu për me ndërtu një karakter i do 21 vjet. Ko pritje marrë në ndërtim i veti. Nëse sot ju agjerusit i mungon agjerusin, shpesoj se s'pakti ka me kuptu dobinë e agjerimit, qoftë edhe pikë kësaj interviste. Që në nesër inshallah është Ramazani tjetër, e arrit edhe fillon me agjeru. Andaj na çdo herë do të më kon lidhje edhe me ata që s'agjerojnë. S'pakti më stimulu leximin e Kuranit, s'pakti më ardhi te një zhvillim tjetër, një empatie, një butësie, një zbritje nervoze, sa rrëma përmend pi dobisë së agjerimit, njerëzit e humbin pjesën e refleksit nervozës. Arsye pse e din hapta që agjerimi mu do të më bot mirë, të but ju tegër. Vetë një ju jam mbi konceptin ndihmon për me ardhë zemrimi mu shu. Andaj atë njerëzit ju agjerus ndihmon kjo pjesa butësisë me konë tek kjo shpesh herë ka replikat njerëzve se ka dhe të atill njerëz që pinë cigaren edhe pak para iftarit nuk guxojnë as me ura për rreth. Ata ose nuk e kuptojnë domethënë qëllimin e agjerimit ose se lypin shpuzorën 15 minuta para iftarit mja vizatu aty përpara. Njeriu reagon me çdo situatë veten, jetën e përditshme për flas, po dhe në Ramazan është jeta përditshme, me bindjet që posedon mbi çdo veprim dhe çdo produktivitet që nxjerr jashtë tij. Nëse njeriu hen me bindje që po agjeroj që janë tu agjeru ton,
gjësat për me dal krejt out kësaj që jam të fol janë të mundshme. Edhe nëse njeriu hin me bindje të plot kush është Ramazani dhe kush është agjërimi, nuk ka mundësi me ndodh ajo. Nëse fillimi i Ramazanit ndodh për me shpërthy një emocion, është e pritur kjo sepse vetë sa po fillojmë na me ndihmu impulsivitetin tonë. Na veç jena në fazën e parë të shërimit. Edhe është e pritur me dal diçka jashtë realitetit. Mirë, po edhe thyrja e zonës konform. Menjëherë janë vështirësitë. Këtu janë vështirësitë. Të duan pirësi efektet e pasojës nikotinës. Pjesa nervozës, pa kontrollshmëria, dridhja e trupit. Këtu nuk janë që sistemi nervoz po më menaxhu, po është efekti i nikotinës që kalon në sistem fiziologjik ose shkatrimi i neuronëve, që cilat janë pjesë fiziologjike të njeriut. Mirë po, nëse njeriu kalon ditën e 16-20, edhe përsërisht i njëjti, ka diçka që nuk shkon në bindjet e tij. Ka diçka që po na jep sistem alarm, sistemi nervor që kujdes me bindjen se si në rregull. Andaj, pa rregullu bindjen, nuk mujna me qitë produktivitet. Gjithçka për ata na bindjen që bojna kur isha fëmijë, kujtoj më nis Ramazanin ndoshta në moshën 9 vjet, edhe e ngrata unë si fëmijë me ndojsha se ashtu aq kishte kapacitet mendje një fëmijës, që nëse se kom bën jetën syfër, që ose të pagjeri për ty, nesër më nesha që kom prish. Ka isha gjithë ditën se kom harru me thon syfër. E ke çart pa bindja, edhe si isha fëmijë, u kërkoj ke sistemin nervor bindje. Llogarit tash që jena tritur adulta. Automatikisht bindja jam të bo për Allah, për as me bëj mu të regu që në jam e zoja, as me dëshmu kërkuj, du me dëshmu shpirtit tem që du me dorë zotin tem për urdhresën që ma ka thonë. Edhe që shko mundësi një sen që ti e dënë, me të mundu. A na mundon dashnia? Në herë. Okej? Është interesant atë lështje e përmende që ka agjëru në moshën 9 vjeçare. Unë Ramazanin e parë kom pas në moshën 19 vjeçare, që i kom dënë në fund. Do më thonë, kur jemi të bindja, që do më thonë informacionet të drejta dhe të sakta, edhe për agjerimin, edhe për islamin, nuk i kom pas, edhe njohuri, do më thonë, kanë mungu, nuk kom pas mundësi me përfundu një Ramazan. Jo një Ramazan, po edhe 2 ditë e 3 rresht, asë njëherë nuk kom mujtë me pa. Do më thonë, se kom agjëru veç për hatër të rrethit shoqëror në të cilin jam panë, edhe më kujtohet që më skuqshin faqet e dojsha me kolabu prej, se nuk, përderisa s'ki qëllim, nuk i synim, atëherë është natyrshme që po të ushqimit rënmendja. Fiks, në momentin kur e kum kuptu rëndësin, peshën që ka agjërimi edhe për faktin që është obligime sa peshën të Zoti, atëherë nuk kum kujtohet në ditë që kum pas vështirë me agjëru. Prej asaj kohë nuk e kom ndërprej në i Ramazan, po është interesant kur ju thëmë njerëz 19 vjetë kom fillu me agjëru, që është unë i kom qika që Ramazana dhe kur nuk i njehi tani Ramazanat se njëna inferiore. Njëna inferiore. Ne kemi atë natën e shejt, është nata kadrit që llogaritet sa 1 muaj, kështu që nëse ti i ke dalë haka asoj natë, mos u krahaso me kërkon. Apo është specifik se kur e kom fillu agjerimin dhe kom fillu edhe namazin. Do më thonë 2 paralelisht. Kom fillu me falë akshamin, namazin e parë kom pas, e kom falë jacin edhe më kur prej asaj dite asë një namaz, ka mujtë më ikë koha për me bashku, po me lanë mësë me falë nuk ka ndodhë, do më thonë gjatë jetës. Dhe kom pas një bindje kështu, si kur këta që tojnë ligje gjithë shka ose asgjë. Do më thonë diri atër asgjë, kur kom fillu me tanat, kështu që inshallah gjithë ata që nuk kanë njohuri për fenë, najherë shpesh e paragjykojna, edhe fenë si fejë dhe islamin si islam. Nuk e dina se çka ka mbrapa, edhe si pasojë që ati paragjykimi e privojna vetëm prej krejt këtyre mundësive, edhe mirësive, po mendoj që Zotin e ka dhënë, që ashtu qysh e kum privu realisht edhe në vetën teme. Kështu që, inshallah, bëhat sebeb ky muaj që njerëzit me reflektu edhe me pa se fundja nuk është interesant bre me e bartë emnin musliman edhe në fund mos me ditë bashkë kur gja për finë tane. Mos me ditë pse je musliman. Se për shembull janë do çështje që na i kena të përvetësume, emnin e prindit, nacionalitetin dhe flatra me pas nuk mundesh me ndryshu, po për një çështje si feja, për shembull që është zgjedhore, pse duhet me bartë emrin musliman ose muslimane, të ranë mas vetës nëse si i kënaqur, nëse nuk i din bazën e qasaj. Ose të paktën me një. Nëse nuk e shijon atëherë pse duhet me qenë musliman. Edhe me qenë se sakrificat gjithmonë shpërblen fond. Me qenë se edhe muaj Ramazan quhet muaj sakrificës, në fond shpërblimi është Bajrami. A mendoni edhe jo që ndryshe presin Bajramin njerëzit që agjërojnë, ndryshe ata që nuk agjërojnë?
është e vërtet kjo. A njihen inferior në fund edhe që s'ka në gjë. Ishta të lidhi edhe shpërblimin e sakrificës emocionale që ka e mërë njeriu përveç aso që sytë tonë e shojnë Bajramin. Është e vërtetuar në psikologji, se cili njeri që provon veten e tij me u ndërtu, me u rregullu, me punu me veten, thonë ana psikologët, e arrin shijen e asaj që e ka arrit synim. Për shembull, nëse unë kum synu, kum bote vetja synim, që në këtë muaj mi largu 5 kg, edhe i largoj. Çfarë shije ka? Besoj këtë na femrat kur kena provuar me pas dietë dina shijen. Ej, këtë vjo kena kallzu. Pse e kena shiu çat shumë, so e kena tregu që ka dola. Llogaritni për një muaj që ai ka 30 ditë. Çka sistemi jon kompenzohet, rimbursohet në knatësi. Rimbursohet në ndjesin hapta që ka thënë profeti alayhis salam e kena jetë kuranore që kush agjeron Ramazani deli pasrum për gjinohet. Është vërtetuar që vetë truri e beson këtë. Truri e ka ndëshmu shkenca, e ka ndëshmu hulumtimet, që nuk e din cilin është realiteti dhe gënjeshtra që ne flasim për ta. Ku na këtë Ramazanin për 30 ditë dëgjojmë që Zoti fal dhe ditët e para mëshiran Zoti njerëzit në Ramazan dhe ditët e dyta i fal për gjinove dhe të fundit i largon prej zjarrit. Trurion është i bindur hapta që na nuk kanë fal gjinat, ngut si shpesh burrin ta. Nëse po më duket jam të ecë malet se çdo ditë po shkon Ramazani. Pse? Valla bila sistemi nervor jemi ashtu e shijon. Çdo ditë që kam vështirësi më kënaq, pse se e di që është u largu diçka për me, jam të ortën i riparim. Andaj llogarit çka përfitojmë pas sakrificave në mujor, në knatësi dobit shëndetit mendor, përpara dobit shpërblimit të Bajramit. E para, e nin veten tënde që prej asoj për një vit që e mush. Pa dosh me thonë që i kryta këtë gjënohet dhe mos po manin. Po ka një ndjesim një prapa vitrurit që thotë sot është i mëshirshëm, edhe kjo dëshmia jote tregon që ta ka fal. Vetë sistemi nervor të flet pi brenda në brendësinë zonë jote i brendshëm. Që shumë i rëndësishëm. I dyti, rregullohet zoni i brendshëm, se zonin e brendshëm se kena kriju na. Shumicën e kohës na kanë kriju prindrit e tonë. Dëshmia psikologjisë është kjo, është adlis. Çdo zonë që flet prindi te fëmiu deri në moshën 12 vjet ka mu shndru si adult zonit i brendshëm. Nëse nuk kanë fol keq, na rregullojnë atë Ramazan me na fol mirë. Pastaj cila është tjetra sakrificë shpërblimin që e morëm. E morëm fitoren që shpirti thotë bravo. Që ta thotë shpirti tamam, pi mrenda, sepse Ramazani është lidhja e 3 dukurive tona, ose 3 forcave tona, shpirtit, mendjes edhe trupit. Edhe kur të trijat bashkëpunojnë në Ramazan, të trijat flasin në brendësinë tonë, në zonin tonë brendshëm. E kja, këtë dina kur vjen Ramazani i fundit, sa me pikleme për cilëmi. Pse? Nuk jena falc ato. Besoj se cili din dinat e veta kur vjen dita e fundit, nota e fundit e taravijav. Pse? No, duket mision. Unë morë vetëm duket 2 ditë. As 2 ditë janë është tani çast. Me tha me shumë sinqeritet. Pse? Se na mësumi pas se ne të organizojmë për Ramazani organizon mendjen me krejt qenien e njerëzit. Organizon ushqimin, organizon përcaktimin e kohëve, e organizon bërjen e veprave mira, ta nxosh qytetar se s'më më vën, ti kita lexoj çtash Kur'anin se s'më më vën. Pra na organizon. Na arrin 100% pjesën tonë me ardhe vet kontrolla. Andaj kur vjen Bajrami, me plot dyqysh edhe xhuk si ndoket e ngrisur në alt, për haj Bajrami kur i thon njëri tjetrit se dim që inshallah të falon edhe kena arrit në version më të bukur. Mandej, çka ndodhet ata të tjerë që s'kan qenë Bajram, që s'kan qenë Ramazan, po janë Bajram me neve, edhe ata e kanë shije, po nuk është e njëjtë. Edhe ata e kanë iknaci, po valla nuk është e njëjta. E ma dëshmojnë edhe vetë njerëzit që s'kan agjeru. Unë kam pacient që agjerojnë edhe që s'agjerojnë. Do shta që s'janë fetorës që takojnë fejs tjetër, vinë me plot mirë kuptim. Shpesh më thujnë pacientat që kanë qenë fejs tjetër, ku menu që kemë folë vish për feja, motivish për fejs për falshe. Kam po më falë, po unë s'jam fetor, unë jam psikolog, s'jam teolog. Nëse ki nevojë për teolog, që në atje. Dhe në momentin kur vjen fundi, ta të valla te meritan me gëzu Bajramin që tashtë. Mere knaqo. Thame, pse ti se meritan? Ndryshë është Bajrami juve. E dëshmën njerëz, e kena hap tas publikun ata që kanë me dëshmën ndjesitë e tyre, po na thoni veç, ja u dëshmën zemra. Andaj, edhe ata e përjetojnë, po përjetimi në sasi dhe në cilësi nuk është i njëjti. Të flasim për disa persona të caktuar. A ka agjerimi ndikim negativ psikologjik të disa persona të caktuar? Patyshim që ka për disa, ama ju përket njerëzit ta kena pak qartë. Zoti i Madhreshëm e din që na ka kriju, e din cili është misioni i njeriut, e din cilat janë proceset e jetës dhe fazat e jetës, edhe pikërisht ashtu na jep edhe obligimet. Ne nëse këshiru mu bazon Kur'an e gjena këtë psikologjinë e njeriut. Zoti në Kur'an po thot, është bërë obligim agjerimi, sikurse që ka qenë edhe për ata tjerë dikur po bojtë më shumë e kanë pas agjerimi ndrysh për neve marrën se na, e kanë pas ndalueshëm edhe me fol. Agjerimi i krejt pejgamberëve më herët ka qenë pa fjalë, s'ka guxu me fol. E dina fort mirë te Sulejmani alayhis salam, që ka thënë Allahu nëse do të përgjigj lutje, e kivish me një shëret me fol. U ka agjeru shumë. Kur e kanë Mërjemin, kur i kanë thonë, çka ke boti që e prune Isajin alayhis salam? I ka thonë mos fal, ka thonë, "A ti çash punë të mirë ke bë dhe po agjeron."
Pra, agjerimi është ndryshe për aso që ka qenë dikur. Mirë po, cili është demi atyve që nëse agjerojnë? Të njerëzit me smundje fiziologjike të rënda kronike, të njerëzit me smundje shumë të rënda nëse i ka përfshi, për morëm shembull një depresion major, i madh, është i degradum, nuk mundet, sistemi nervor don ujë më shumë sepse është i lëndum, ka ra nivelit të aftësisë trurit në funksion. Atëherë normal këtu agjerimi padyshim ose njeriu ka probleme me veshka, dhe të elen gjithë ditën bapi. Te këtu kategori Zotin ka thënë në Kur'an, në përjashtim të udhëtorit edhe të smurit. Ata janë të kalon për kësona kategorie. Ndërsa çdo sistem nervor i cili është i gatshëm, është i aftë, nëse këshirëm si pas OBSH shkon shëndeti i përgjithshëm dhe shëndeti mendor, përkufizohet kështu. Shëndeti mendor ose shëndeti njeriut është mirëqenia e plot, psikologjike, mentale, fiziologjike dhe jo vetëm mungesa së mundjes. Nëse kena një mirëqenie të plot, shëndetit mendor të njeriut, mirëqenien e plot të shëndetit fizik, ajo është i gatshëm për me agjeru. Nëse kena një mungesë, edhe nëse s'është smundja, po është një paftësi, nuk e din, thjesht është i paftë, sistemi nervor mu përgjigj, fillon me agjeruj bjen të lek, duhet me tërhek, sepse bën dëm. Ose kena një nane shtatzane, edhe është mujnë e 7-8 ju ka kresnu fëmis atje hupja e sasisë të ujtë, edhe japi dëshirës punës po mujnë me prish, po ti s'po mund, po jetu e rrezikun një fritanin bërë ndan duhet me prish është urgjencë. Allah nuk është nuk do në nëpërmjet agjerimit me na dëmtu, do me na pasuru. Andaj këto raste po është i dëmshëm. Përndryshe, unë nuk e di ka terapi më të mirë se sa agjerimi për njerëzit në kurimin e shëndetit mendor. Jo vetëm për ata me diagnoza, por krejt njerëzit to e përfshi veten tëm. Thonë agjerimi është kura e cila e largon çdo bend detox emocional, çdo parregullësisë në mendjen tonë. Prej përvojave tuja në klinik, a ke pas në rast që ndoshta njerëzit me çrregullime kanë agjeru, jo që mujnë me agjeru komplet mujnë, po thjesht e kanë provu me o përballë çka është agjerimi edhe ndoshta të kanë tregu ndaj feedback që shë ndi. A ke pas në rast tillë? Po, ne hala punoj edhe pse në Ramazan gjithmonë kam qenë me minimizu numrin e seanca për shkak se duhet dhënë ibadet se edhe për mua është Ramazani njëjtë si për krejt tjerë, edhe nëse unë punoj si vazhdimisht unë nuk mes për ibadet se kush është profesionalist e din, kush kalon mi 4 seanca nditje e sheh çfarë dërmimi merr. Nuk e di ako profesion matron se psikologu që tërmën, të hanë, të merr energji. Ka ndodhur mira herë që kur më kthy në shtëpi, më shku me fal namazin e akşamit, më ka zot gjumin tok pas seancave. Zotin e jam dëshmitar. Kush punon e kupton më së miri. Ajo që do të them me këton që e përmende, kam pacient, unë mas pari pacientë mi kam krejt në aspektin nuk janë të smur, janë të shëndosh, po kanë vujtje dhe plagë emocionale të mëdha. Unë punoj me njerëz të shëndosh, po kanë vujtje, mund me pas diagnoza, mund me pas rregullime, mund me pas ndaj pjesë smundjes psikologjike, po janë njerëz që përkujnë me realitetin, po kanë një vështirësi me vete që plagët emocionale e kanë shkaktuar ata. Ta kena qartë, nuk po sepse shpesh herë njëmi të privilegjun si profesionalist, kur ja bojmë qartë popullatës tonë, ka dalë besë na me të shmendur si na të punu, s'keni nevojë me paragjyku shoqërinë. Edhe unë kam nevojë për psikolog edhe ti edhe secili njeri këtë botë. Psikologu është pasqyrja që ta mundson me po brendsinë tonë çka i ka ndodhur. Edhe ti me shku ka dal me drejt. Unë punoj me njerëz shnosh, unë kam nevojë me edhe unë shkoj te psikologu. Andaj, pjesa e njerëzve që vinë te unë, shumicën e kohës e përmenda, ka ata që agjerojnë, ka ata që s'agjerojnë. Ata që agjerojnë vinë edhe haptazisht shihen pjesë e reflektimit pozitiv që janë ullë simptomatologjia e rregullimit ose vujtje ftyve. Pse haptas kanë ndiku mu rrit shpresa? Hajtë se akumuloj Zotit, Ramazan është. Mënyrën që shpreh dhimbten, haptas lën me kuptuar një klinicist e kupton cili do qoftë ai, kur kena shpresë ku humb shpresa çka ndon sistemi nervor. Kam qik me mbulet që vjen që ka up shpresën komplet për shkak një gjunaj jetën e saj, edhe thotë, unë shtu më denu Zoti, jam të përjetu xhenemin. I them, jo, bezemër, se xhenemi s'është këtë botë. Ky është në vendimi jot, të ka blloku truri jot, të ka blloku mënyra e vetë kuptimit tan. Nuk është të kollë Zoti. Zoti nuk të kollë kështu. Edhe apo thua, tak, ndron vendje tjetër. Edhe fillon pe aty që të merra sistemi, mas me pru temperaturë, mas me pru trishtime, halucinacione, deluzione. Pse? Se i ka ndihmu veç me a gjetë rrugën, rënjen problemit dhe me ngrej me pe aty. Andaj ko plot për pacient është e vërtetë, çdo ditë punoj sot pi seanca vjen këto. Kur e shoh pacientin që thon wow, po më dukesh tjetër je, atë po valla vesh edhe unë. Kesh, ndryshon bot kuptimi, ndryshon mënyra që flet, gjuha e komunikimit është tjetër. Është e vërtetuar kjo. Kushdo që mohan, është e mohu vetën një realitetin. Realitetin na kallzon çdo ditë. Është edhe çështja e faljes, sepse në Ramazan ne e falim njëri tjetrin. Shumica e lëndimeve realisht na vijnë prej njerëzve, në njerëzve tonë dhe dashur, po edhe me të cilët kena raporte të ndryshme të punës, edhe në momentin kur thonë është Ramazan, pe fali hatri Zotit, se përderisa po kërkoj falje prej Zotit për vete, duhet edhe me i fal njerëzit, atëherë ajo ndjenja e faljes të bën me u ndi komod edhe me u ndi mirë, din që
ti ke ba diçka, do më thonë e ke mujt zemrimin edhe njëhesh rahat me veten. Mund ta plotësoj pak këtë pjesë edhe shumë të rëndësishme, ta kena edhe për shoqërinë. Unë këtë e thash prej përvojave të jetës, jo prej aspektit profesional. Nuk ndikon vish një komponent i vetëm për marrë shëndetje mendor me na rregullu. Po krejt këtu ka pak komponente të shumta, kur bëhen tërësi atër normal që vjen edhe suksesi i kurës. Nëse flasim të falja, pacient shpeshherë sikur ganja që është e përmend, nuk më mia fal. Ai realisht kur gjos është i bëhet i tjetrit, nëse ky as ja fal, po është të dënu veten nëse kupton. E na kur i falëm tjerët na e kena ndëru veten, e kena shliru veten për dhimbjes. Qëllimi mi fal njerëzve pse Zoti na ka thonë që më i miri te Zoti është ai që i ka fal tjetrin, se ka pas që me mbrojt atë tjetrin, më të mbrojt ty se na vujm brenda. Kjo i bën sikur unë me pi helmin, edhe me prit që i gones kam i ndodh diçka pe myt. A realisht mu myt helmi. Kështu është edhe mosfalja. Nëse na nuk i falmi njerëz, na se kena fal brendsin ton, se ja bëhet rregullim avon. Andaj kjo falja në Ramazan është vërtet se bjen kontakt me vete që shtanë me reflektimi, meditimi, paqja, mundësia më nol me veten, ndihmon me kuptu që s'du me majt më këto. Më kujtohet një shembull shumë i mirë masi na këtu për shoqërinë për dhon. Ka qenë një mësuese shumë e mençur, e ka po që në klasën e saj ka fëmijë që po pojnë zenka dhe masanena piqojnë hun po prishet marrëdhënia grupore. Edhe do të më mjeku se është që është një krim të tan zemrat e tyve. Edhe thot, e keni obligim të shtëpia, sa njerëz ju urrejnin zemrat e juva, sa fëmijë urrejni njëri tjetrin, keni marrë çaq domate të pjekura, edhe keni më shkruar inicialen, shkronjën e parë të emrit të shokut ose të shoqes. Edhe thot, e keni obligim i shtin qese dhe mi lidh mbel, edhe mi mojt për 2 javë. As kur zoni mi he kur të flani, as kur të pastroni, as kur të rini. Kur të kalën 2 javë, shivini te unë dhe këshyrim që ka ndodhë. Llogaritni domatet e pjekura në verë. Edhe dikuj na ju ka mush atje me 7 domate, me 1 kilogram, dikuj me 2, dikuj me 1, dikuj me heqe. Dhe në fund, pas 2 javë, ditën e para, ato janë komat fort, ditën e dytë kanë fillu mu shpërthy, mu boteshet helaq, ditën e tretë mu kalb, me ardhjera të mërshme, ditën e 12 e 14, po në fund duhet java, u bot merit. As po me hongër, as me flajt, as mu ratu se ira katastrofë. Kthehen javën e 12, ditën e 14, e thënë mësusja bravo, çami po, krejt zhyllavt mia. E gjuni qeset, heqni, se cilë të o zot shoqër, të e gjuh, llogajt sikur na kur na vjen diçka të hunda, që men si spres shumë teshat kur shkojna me flajt, shtratë, gjithë ditën flat, me hek. Edhe thot mësusja, hajde më tregu ç'është ndje dikosh. Këna harru gjithçka, as na ka interesu knacia, as ushqimi, veç në momenti kur po vjen më hek ç'kja. Ç'ka thot mësusja mençur? Et kështu është zemra juv kur ju moni dhimbje për tjerët. Kur ju moni urrejtje për tjerët. Kur ju kështu munoni tjetrit smira në zemrës juve me pa tjetrin. Thot kështu i ndodh zemra, shkatërrohet këtë mënyrë. E vetmja sikur qesja që e hodh është falja që shëron zemrën. Andaj kjo është Ramazani. Kjo është falja, pse Zoti ka thonë, unë i fali njerëz sikur këto keset që ne kena mi gjuh, menon e çdo ditë që kalon Ramazani, syfyri tjetër, doja e haxhirimit, ka një kese me domate të mashtë. Që ka thonë ai mëshmi për veti e kanë. Edhe gjithkush që bën diçka realisht e ka për veten e vet. Njëri nuk duhet me u ndje i ngarkum, personalisht u kënaqja në këtë bashkëbisedim me Dlush. Më ke bë me përjetu Ramazanin ndryshe. Sado që na e përjetojmë dhe e dojmë dhe i gëzohemi, po megjithatë një refresh e këtyne që ti i the, të bën me ndje mirë edhe natyrisht që kur njerët i listohen përfitimet edhe i kujtohen disa gjana, mandej filluan me ndje mirë edhe me mendu ma mirë. Kështu që Allah që përbleft se ke diçka shumë e dobishme. Një argument pasin atë ndjenja, që këto që jetu e shprej gani ti, pikrisht jetu e shprej një emocion, një ndjenje mrenda te që ka reflektu mendja jote. Unë nuk e posh veç të te, posh edhe të vetja më kam një ndjesit, e posh edhe të syt e vales, se si përjetan fjallë ka në flas, jo që unë e di mas shumë ti, por na jena njerëz, edhe kjo është njënin dhe efektet e agjerimit. Kur nja jena përkujtus ndaj njëri tjetër për begatit që i ka agjerimi dhe na vetin aty apliku, shpirti fladitet se e din që është të arrit qatë send. Një dëshmi konkrete, që cila është e mire Ramazanin që ndet mendur, është edhe këtë qast. Solidariteti i ndjenjave. Fiks. A keni më shtu diçka për fond? Natyrisht që me fol për dobit e Ramazanit, as në aspektin psikologjik, as në ato shoqëror, po as në ato fizik, nuk mundet njeri me arrit me i përthoku në një kohë të caktume, që që patëm na minutazhen, po me gjithatë po shpresoj shumë që ka qenë diçka dobishme për gjithata që në ndjekin e për cilin, e inshallah në mundësën Zoti sa ma shumë me punu me veten, që në fund me dal verzioni ma i mirë joni. Amin, inshallah. Se na nuk mundemi me prit në ashtim rekullit e vetja, po përderisa synojmë me qenë verzioni i mirë, atëherë
edhe vetë përpjekja është diçka që vlerësohet. Mirë, atëre si fond, mëso jam të kuptu, kisha po qef milion dhe porosi për agjerus, sepse kena dhe disa dhe gjatë agjerimit dhe tonë kena nevoj si kur jo që i ndëgjut dhe do dhe fjallë me u motivu prap ma shumë. Zatën unë kam nevoj më shumë ti, sepse roli jam që gjithdo herë jam ofër njerëz dhe të munu me këshyra ofër dhimbje ftyve me ndihmu, edhe unë kam dhimbje, edhe unë ndjejt bëshlek, edhe unë e zbrosna nga njëherë, edhe unë e nervozëm nga njëherë, edhe unë jam kritikuse e fort ka njëherë, sepse jam njeri, edhe çdo njeri ka këtë pjesë. Andaj të nis mi fol vete se pi fol edhe juve të dashur shiques dhe juve këtë në skena jonë. Ramazani le të jetë mundësi me po veten tu. Mos orientoni shumë mu po jashtë, sepse kanë me po kreta ta jashtë kur të eshe veten brenda. Kur njeriu mirret me veten e tij, vetë produktiviteti me ato që bën ditë për ditëshmërinë kanë me bëlqy masa. Nëse pak momente këtu i ndom ndjenjat e tona të mbrëmshme dhe reflektojmë të secila e pom njëna tjetrën ndryshe, kështu është edhe krejt jeta, krejt misioni i njerit. Sa më shumë afrohet për më bëj devotshëm që e ka thënë Zoti Kur'an efektin e agjerimit. Pra, devotshmëria nuk nënkupton me kon gjithë ditën të fal. Devotshmëria nuk nënkupton me bëj veç hafiz. Devotshmëria nuk nënkupton veç gjithë ditën me kon të bëj Allahu dhikr, Allahu akbar, astaghfirullah. Devotshmëria është me kon insan, njeri. Pjesa e njeriu është me kon rolin e tij në familje. Fillimisht me kon rolin e tij për veten, pastaj rolin e tij në shoqëri, në grupacione të ndryshme, profesionalist, gazetar, rolin e tij në emision, rolin e tij atje para masës të vet, rolin e tij atje ai çaboni për adeleve se kafshëve me begatitë e tij që Zoti ja ka dhënë furnizim të jetës. Pra le të jetë njeri, duke munduar me nxjerr pi vetes produktivitetin më të mirë sepse Allahu ta ka fal. Zoti krejt njerëzve ja ka fal mundësitë. Ama ai përdor njeriu dhe as i përdor është në dorën e tij dhe ndijen e tij. Andaj krejt çfarë proces këtë Ramazan ktheni të vetja, mundoni me gjetë cili është misioni juve që Zoti ju ka kriju në këtë botë, cilat janë aftësitë që Zoti ja ka dhënë juve amanet në këtë botë, se edhe Ramazani është amanet, edhe agjerimi është amanet. E mbi krejt shëndeti mendor është amanet. Andaj krejt këtu qëllimin bazë e kanë shëndetin mendor me na rujt. Kaq për meja. Faleminderit shumë. Zoti ju shpërbleft, Adlije na dha emocione edhe informata shumë të rëndësishme. Faleminderit që ke ndonë kohë me ardhmë me neve. Sikur të ishte kjo storie, halo ma ti që mi pas të informacione shumë ma heret. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërbleft dhe nderoft. Shikues të dashur, sot mësuam që Ramazani është një reflektim mbi veten dhe mbi raportin tonë me të tjerët. Nga këndvështrimi psikologjik dhe sociologjik mësuam që Ramazani është një ushtrues i fuqishëm për vetë kontrollin, solidaritetin dhe empatin. Kaq kishim për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.